Fituesi i 2 çmimeve prestigjioze letrare Man Booker Prize dhe Prince of Astoria Ismail Kadare ka marrë çmimin ndërkombëtar Ali Podrimja, çmim ky i dhënë nder të figurave që i dhanë kontribut madhor letrave dhe kulturës shqiptare. Në një ceremoni madhështore në Prishtinë, Kadare shprehet tepër i privilegjuar për këtë çmim, që kombi shqiptar është gjeografikisht në Europë, ky është fakt. Kjo nuk ka të bëjë me mburje apo me luks. Ne i ngjajmë Europës ndoshta si piknisje me ashpërsi, e ndoshta do të përfundoj me butësi, shprehet Kadare gjatë fjalës së tij, teksa kujton dhe bisedat e vjetra me 2 miqtë e tij që sot nuk jetojnë më, Ali Podrimin dhe Azem Shkrelin. Jam i prekur thellësisht sepse ikja e parakohshme Ali Podrimes ma jep mua këtë çmim. Kjo festë nuk do të ndodhte po të ishte ai gjallë dhe unë nuk do ta merrja çmimin. Ky titull ka burim një hidhërim. Humbje në një miku tim të shtrenjtë, përfundon fjalën e emocionuar njeriu i letrave Ismail Kadare. Kadare është një nga shkrimtarët më gjenial bashkohor, disa herë nominuar për çmimin Nobel për letërsi. Ai dallohet për novela, romane, por ka shkruar dhe poezi dhe kritika. Më herët shkrimtari me famë botërore është dekoruar dhe nga presidenti i Republikës së Shqipërisë me urdhrin deri kombit.